Një ditë pas koncertit të Kanye West në Tiranë, kryeministri Edi Rama reagoi ndaj kritikave për fondin prej 4 milionë eurosh të përdorur nga qeveria për organizimin e aktivitetit. Sipas tij, ky ishte një investim i domosdoshëm për të garantuar që koncerti do të mbahej pavarësisht të reagimit negativ në rrjet. Po ishte një investim i bërë minutën e fundit për të shpëtuar investimin shumë më të madh për Shqipërinë, për ekonominë e Tiranës dhe për mira njerëz nga mi 8 vende të botës që i kishin prerë biletat për të ardhur këtu dhe mbi të gjitha një investim për të mos hapur një plagë të re mos besimi ndaj një Shqipërie ku i kanë sy të gjithë. Kreu i qeverisë argumentoi se organizimi i një eventi të këtyre përmasave sjell përfitime të drejtpërdrejta për ekonominë. Sipas tij, hotelet, restorantet, transporti dhe bizneset lokale përfituan nga mira vizitorë që mbërritën në Shqipëri nga 10 vende të botës për të ndjekur koncertin. Një koncert madhështor nuk lë pas vetëm një shenjë të bukur në kujtesën atyre që e shijuan. Ai lë para në arkat e hoteleve të mbushura, të restoranteve plot, të kafeneve, të dyqaneve, të sipërmarrjeve që merren me transportin, që merren me sigurinë, me teknikën, me logjistikën dhe patjetër të gjithë atyre që bëhen pjesë e organizimit të tij. Duke u përgjigjur kritikave, kryeministri theksoi se zhvillimi ekonomik nuk matet vetëm me shpenzimet që kryhen, por me vlerën që krijojnë ato investime në afatgjatë.